Selamu alaikum, jemi në podcastin e radhës, ora është 4:11 minuta, nëse shikoni këtu është 60 minuta, është 2 orë për para qabja, që du t'i biri në... Po, 2 orë fix. 2 orë fix. Mashallah. Para se të kalojmë të tema, kalojmë çik të rrjetet sociale, se do bëjmë atë ritualin. Po, alhamdulillah. Bëjmë çik ritualin e... Kemi edhe pak kohë. Qa orë është sot? 21. Kemi edhe 10 minuta lejim që të shijojmë mirësitë e Zotit. Edhe kemi pas një status përpara që ishte herë, do të thënë nga cili vend, do të thënë Ibn Selamit. Atëherë po themi nga cili vend, unë tani e kemi Selamin live. Jo, ideja është përveç asaj, çfarë i shkon mend se ne kemi fol për sprovat e Muhamedit alayhis salam, çfarë i shkon mend që mund të majmë sot, që shkon për vije. Do ishte qenë bukur nëse ja qellojshin. Çati nuk ta thot këtë. Jo, çati s'ta thot se son me Antoni këtë. Çati GPT-ja nuk e shpjegon. Po logjika është që duke qenë se folëm për sprovat, për vdekjen e bashortës Hatixhes edhe pastaj për vdekjen e Xhajës. Pastaj automatikisht ka ndodhur ngjarje e madhe mas këtyre dyjave, edhe Taifit, qofse i shkon mend ndonjërit, e meriton në shpërblim. Kush do jetë tema e sotme? Aleikum selam nga Durrësi. Kush e gjen kush do jetë tema e sotme? Logjika është, mas provave që i ndodhen me Hatixhen që i vdiq bashortja, pra dhe me Xhajën e vet që e mbronte, i madhi Zot i dha i dhurat madhe. Pra ka një ngjarje të madhe që ka ndodhur mas tyre dy ngjarjeve të mëdha dhe Taifit gjithashtu. Kështu që për ato që nuk e din temën, mund të na thojnë nga janë, edhe nga po na shikojnë, edhe e di për çfarë më shboj qefi? Alhamdulillah, nga mesazhet që më ka kënaqur më shumë, është që po na e bëni më të bukur këtë Ramazan. Mashallah. Pse më kënaq? Sepse Ramazani, vëlla, nuk është vetëm le ushimin edhe pije. Ja, futesh për shkakun sy fyr. Qofse në këtë Ramazan nuk e ndjejmë të madhin Zot më shumë, qofse këtë Ramazan nuk stabilizohemi siç duhet, qofse këtë Ramazan nuk e duam Zotin më shumë, atëherë Zoti s'është i nevojshëm me lënë ushimin edhe pijen pa kuptim. Ke qenë edhe i gëzuar edhe për diçka tjetër, përveç këtyre mesazheve. Dhe shumë njerëz kanë kërkuar linkun e linkun e Milingonës. Linkun e Milingonës. Jo, kjo tregon që podcasti ka standard i cili shtyp njerëzit në kërkimin e diturisë. Është e vërtetë, kur kam shkuar në shtëpi mas historisë që trajtuam për Sulejmanin, edhe shohun shumë mesazhe. Unë harrova që kishim thonë vëllezër dhe motrave që kush e don linkun na shkruaj. Edhe e thash edhe numrin unë. Edhe vetëm kur shoh shumë mesazhe, thash, në këtë orë ka shumë mesazhe se s'para më dot, edhe kërkojshin linkun nga gjithë vendet, siç na trajtojnë këtu, i shifsha numrat nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga jashtë trojeve shqiptare. Kërkonin linkun i cili shpjegonte mrekullinë e Milingonës në raport me ajetin e Kuranit që flet për Sulejmanin alayhis salam. Kjo tregoj që ka shumë vëllezër dhe motra që na ndjekin që e duan dijen. E ndjekin argumentin dhe e besojnë Zotin jo në mënyrë dogmatike, po e besojnë të madhin Zot me argumente, e besojnë të madhin Zot me logjik, siç edhe e kërkon Kurani famlar. Mashallah. Jo, alhamdulillah, jam kënaq. Vazhdojmë domethënë, ama njëri s'po na afrohet këtë tema. Tani ja prap më thot një që ku mund t'ju shkruaj për linkun e Milingonave, nuk arrita ta marrët natë. Në numrin tim 067 400 61 61. Në këtë numër më shkruaj edhe unë e kam artikullin edhe në formë linku ta dërgoj. E inshallah dash Zoti përfitojmë që të gjithë, sepse Selami vazhdon të jetë gazment dura. E ka gjetë. Çfarë thot? Ngjarja e Isras dhe Miraxhit. Zoti është problem, po ndoshta duhet me vonë ai shpërblim ne për se kjo është me e gjet pa chat GPT.
Se Amri bravo e i dite, qoftë, Amri e edhe gjeti. nuk dham shumë shpjegime. Amri e gjeti me çatë atë ditë. Amri gjeti me çat dhe duke qenë se e kapëm në kopim, nuk i dham shpërblim. Po, pra, sa është e gatshme. Po sot inshallah do flasim për mrekullinë që Allahu xhelle xhelalu ja dha pejgamberit tij Muhamedit alayhis salam. Pra do flasim për historinë e Isras edhe për historinë e Mirajit. Se jo pa qëllim përmendën të dyja. Edhe Isra, edhe Miraj. Isra është udhtim kështu, horizontal. Horizontal. Miraj është udhtim kështu. Prandaj quhet Isra dhe Miraj. Subhanallah. Po, prandaj quhet historia e Isras edhe e Mirajit. është nga netët më interesante. Para se ta fillosh për shumë këtë pjesën e natës së Isras dhe të Mirajit, është vërtet domethënë një gjë shumë e ambicshme që në një moment domethënë aq vështirë sa çka qenë atë kohë, të dilje me një teori domethënë që udhtova këtë, bëra këtë, domethënë ishte. Dietarët dhe shkencëtarët musliman thonë, duke qenë se ishte pejgamberi i fundit, përveç shumë mrekullive, sikur dha dhe i sinjal që tashmë njerëzimi ka kaluar në etapë tjetër. Pra sikur pejgamberi alayhis salam ishte udhërrëfysi i udhëtimeve në përqej, në përtokë, edhe jashtë qejve. Kuptohet, ne sot po shohim pak nga ajo që do ndodhi në të ardhmen. Pra, për pak vite mendohet që mundet një njeri të shkojë deri në Mars, por kuptohet duke u zhvilluar njerëzimi edhe më shumë, do vi koha që do të shikohet më mirë ky qielli i parë që është, siç do tregojmë këtu që janë dhe 6 qiell të tjerë. Në fund fare, un kam përshtypjen nga ajo që gjej në Kur'an, që njerëzimit do t'ia japi shansin i madh i Zot, siç edhe përcaktohet në Kur'an, që ta studiojë me hollësi. Për shembull, sot teleskopët më të fuqishëm kanë arrit të fotografojnë dhe të regjistrojnë deri 93 miliard vite dritë larg. Pra të merra 93 miliard vite dritë larg deri atje kanë fotografuar pamjet galaktikave dhe tyjeve. Por ai nuk është i gjithë universi. Ai është i pjesë i universit sa ne kemi mundësi me teleskopët e fuqishëm sot ta studiojmë. Në fund fare, unë shpresoj duke u bazuar dhe ke Kurani famlar që thotë do t'ja u bëjmë të qartë argumentet tona në qejë dhe në tokë, derisa të bindeni që ky Kur'an është për Zotin. Mjafton Zoti jot dëshmitar për çdo send. Pra kur thot Zoti jot dëshmitar, ka mbaruar. Edhe sa minuta kemi kështu me kohë? Edhe 2. Edhe 2. Po ne edhe 1 që mos të shoh që po më shkruajnë për linku, po nuk është koha me ja dërgu tani, kur të mbaroj podcasti inshallah ja u dërgojnë me lejen e të Madhit Zot. Pra, për t'i sqaruar vëllezërit dhe motrat që na ndjekin, do lejoj i Madhi Zot që shkenca sa vjen edhe të evoluojë më shumë. Derisa të ezaurohet qielli i parë. Ajo që unë nuk mund të them dot gjë, me thon drejtën, se është i çështje që me thon saktën nuk mendoj se mund ta qelloj tani. A do të lej Zoti hapësirë për t'u pa dhe 6 qiell të tjerë. 2 herë në Kur'anin famlar është shpalos 2 herë që thotë i nështrova për ju qiejt edhe tokën. Pra kur ka ndodhur Big Bangu, nuk është kriju vetëm qielli dhe toka, janë kriju 7 qiejt edhe toka. Dakor? Tani, për qiellin e parë është e logjikshme që sa më shumë studiohet për atë, Zoti vetë do e lejojë të kuptojmë ne fuqinë dhe pushtetin e të Madhit Zot. Ajeti thotë se nurihim ayatina fil afaq, e kalon të përgjithshme. Do t'ju japim neve argumente në skaje, po në skajet qiellit parë apo skajet edhe 6 qiejve të tjerë. Dhe në tokë, dhe në veten e juaj derisa të bindeni që ky Kur'an është i saktë. Ka një ajet Sura Rahman, që shkencëtarët muslimanë dietarët e përmendin, ja me arshër el gjinni ul ins, o grumbull i madh i gjinëve dhe i njerëzve. In istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati al-ard. Qofse keni mundësi
të shpërthejni në udhtim për të arrit skajet e qejve dhe tokës. Fenfudhu, bojeni, la tenfudhu, s'mundeni dot, illa bisultan, përveç me i forcë të madhe. Ne sot ke tema e Isras dhe Mirajit do kemi shpejtësinë e burakut, i cili shpejtësia e burakut e sfido shkencën aktuale, që thot shpejtësia më e madhe që ka njohur njeriu deri sot është shpejtësia e dritës. Po, 300.000 km. 300.000 km/s, po shumë pak. Sepse me 300.000 km/s ne kur nuk e studiojmë universin edhe ta prekim atë edhe të shkojmë atje. Po do kur tjetë ajo pjesë do e shpjegojmë se çfarë thot pejgamberi alayhis salam për burakun dhe çfarë thot shkenca moderne sot dhe çfarë themi ne si musliman. Po ajo është pak më tej. Ka thonë sura Rahman, u thoni thot, nuk mundeni dot vetëm me forcë të madhe. Disa shkencëtarë dhe dietarë muslimanë kanë thonë që kur të zbulohet ky mjet që të ketë fuqi të jashtëzakonshme, shumë më shumë shpejt se sa shpejtësia e dritës, ose do të gjehen rrugët të cilat nëpërmjet tyre arrit shumë shpejt çdo skaj të universit, do e përmendim ke buraku, vetëm me një forcë të madhe. Kjo forcë e madhe është zbulimet shkencore që ne mund ta prekim çdo skaj të universit. Dhe kjo do të lejohet nga i Madhi Zot me një qëllim të vetëm, të bindemi ne sa më shumë për fuqinë, për pushtetin dhe madhështinë e krijuesit tonë të dashur. Mashallah. Po do e përmendim, pra do e vazhdojmë këtë me burakun, sa shumë interesant krijesa që Zoti i solli pejgamberit ton për t'u thuar. Atëherë në Facebook kemi afërsisht 1000 njerëz që po na ndjekin. Po edhe afërsisht 2300 në Instagram. Jemi gati në TikTok, nuk e di se sa jemi për momentin, se duhet me pak e kamera. Sa jemi? 500. Okay, Jemi afërsisht 4000 sa njerëz live. Zoti është përbleft. Amin, Zoti është përbleft, Na inshallah. e quajmë gjithëve për vepër të mirë dhe brenda mundësisë shpërndajeni që ta dëgjojnë këtë ligjërat edhe të tjerët me lejen e Zotit. Marrim gjithë shpërblim. Do kishte qenë më e mira. Unë kam shpjeguar që në momentin për shumë ligjëratave në shpërndarje sipër, babai i një shoku tim më arriti mori dhe herë energji pozitive për të shuruar nga kanceri. Pra fjala dhe ngaherë dhe këtu duket është dhe hadithi profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë njeriu një fjalë të mirë nuk ja vë mendjen dhe me atë të mirën vlerësohet Allahu dhe afrohet 70 vjet me xhenetin, Po fiton xhenetin për asaj. Kështu që ne sa e ka lehtësuar këtë rast, një share, një fjalë e mirë, një koment i mirë mund të prodhojë energji pozitive dhe mund të bëjë një cikël të jashtëzakonshëm dhe super pozitiv. Ka thonë mos të vlerësoni nga veprat e mira as atë që është shumë e vogël. Qoftë një fjalë e mirë, ka thonë, ose gjysmën e hurmës standard, gjysmën për vete, gjysmën t'ia japësh një personi që ka nevojë. Gjysmë hurme, po flas për hurmë arabie nga këto të vogla. Ose një fjalë e mirë që njeriu e ka të lehtë ta thotë atë. Mashallah. Kështu pra po e startojmë gradualisht hym tek nata e Isras edhe Mirajit. Si ka ndodhur kjo dhe si ka qenë pozicioni profetit sallallahu alajhi wasallam që në momentet që ndodhi kjo? Sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi ndodhen 2 sprova të mëdha. Me gjithë Taifin janë 3, po flas për këto që kanë qenë 2 sprova të brendshme dhe të jashtme. Sepse Taifi që një episod, kurse këto ishin shumë episode. E para ishte Hatixha që i ndroi jetë, episodet ishin sepse sa herë kthehej në shtëpi e gjente bosh. Edhe pejgamberi alayhis salam ka dash i madh i Zot që të martohet, se mas Hatixhës nuk ka dash më martu më. Është interesant. E kanë lut njerëzit dhe ai ka qenë, ka thonë, më mjafton të Hatixha. Pra nuk ka dash të martohet më, por kuptohet duke qenë prisi dhe modeli për gjithë musliman, atëherë ka vepruar disa gjëra për të kuptuar ne, edhe për të për të bërë një sebeb edhe këtë gjë për rritjen e Islamit, edhe për të krijuar aleancat edhe forcën më të madhe shpirtërore me Abu Bekrin, me Omerin e me radhë, se nuk është kjo tema që ne kemi sot. Por Hatixha e ka lëndu. Pra ai shumë e ka dash sa nuk ka dash të martohet me femër tjetër. Dhe imagjino sa herë u kthente në shtëpi, u dukte shtëpia bosh. Aq femër e lartë dhe aq femër e nderuar ka qenë Hatixha. Bile si herë tregohet që zbret Xhebrail Emini, Hatixha kishte shku për të mbushur ujë. Edhe duke bisedu, e shohin që po vinte. Pa ajo nuk e shifte Xhebrailin. Dhe Xhebraili i thotë, thuj o Muhammed, që Hatixhës vetë Zoti i gjithësisë i jep selam. Pa e përfshin paqen e tij.
Dhe thuaj asaj që i është përgatit një shtëpi në xhenet, nuk ka mërzitjen të dhe lodhje. Pra në qoftë se pejgamberi e ndjente mërzitjen, ajo ja kishte çu Zotin botën tjetër, ja kishte përgatit një shtëpi në cilën s'ka mërzitje dhe s'ka lodhje. Dhe dihet që Hatixha është nga 4 femrat më të mëdha të historikut botëror. Është Hatixha 1, Fatimeja 2, Meriemja 3, edhe Asja 4. Ka thonë pejgamberi, këto janë 4 femrat më të mëdha, më të devotshme, më të zgjuara, më të mençura që ka pa historia botërore. Tani, imagjino, për nga nderi që ka pas, sa Xhebrail Emini i ka thonë Zoti i jep selam dhe i ka përgatit një shtëpi s'ka lodhjen të. Dhe vjen Hatixha dhe i thot pejgamberi, Xhebraili më thot shu. Ka thonë Allahume ente se s'mund t'i thush aleikum selam, se Zoti është vetë paqja. Një nga emrat e Zotit është selam, i paqshmi. Dhe ka thonë Allahume ente selam, o Zot ti e paqja. O minke selam, nga ty vjen paqja. Ja dhe l'gjelali wa ikram, o Zoti i madhështisë dhe Zoti i nderit lart. Ka thonë, o i dërguar i Zotit, kthej selam, i thoj aleikum selam për Xhebrailin. Pra për Zotin ka po atë që themi ne mas çdo namazi, Allahume ente selam, minke selam te barekte dhe l'gjelali wa ikram. Edhe i ka kthy selamin Xhebrail Eminit. Sprova dytë e madhe ishte që s'kishte kush e mbronte. Dhe tham ne, zbriti ajeti madh, wa tawakkal ala al-hayy alladhi, mbështetju atij i cili është i gjallë që s'des kurrë dhe është i përjetshëm, i përhershëm. Ky ishte në rastin e vdekjes Xhaxhait, që e mbronte pjesën e jashtme. Po, do të thonë mos u gëzit se i madhi Zot të është i pavdekshëm. Ai të intereson ty, njerëzit sot janë, nesër ikin, qofse je me Zotin, dije se Zoti s'des kurrë. Nuk është Zoti që ke i lidhje të fortë dhe nesër ti thu somo Zoti, hasha lillah. Zoti është i përjetshëm. Ka qenë gjithmonë dhe do të jetë gjithmonë. Si thot, lem jelit, po lem julet, as nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur. Ka qenë gjithmonë, edhe do të jetë gjithmonë. Kurani thot, wal awwalu wal akhiru, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Kështu që i madhi Zot kush lidhet e ka lidhjen e përjetshme, i qofshin fal, sundusit madh gjithësisë. Prandaj thot në ajetin Kursi se nuk e kap atë, domethënë jo mirë që nuk vdes edhe s'ka lidhje me këtë gjë, por as nuk e kap kotja dhe gjumi. Pra, se mund të thush që për shembull për një çast nuk as të nuk e ka. Nuk e ka pas kotja as gjumi, thojnë dietarët e ka përmendur në ajetin më të madh Kuranit, ajetin Kursi, sikur po na thot neve që ju fleni, edhe fleni mirë, brenda mundësisë 7 deri në 9 orë si thot shkenca, se Zoti ju nuk flej dhe ju mbron edhe kur jeni fjetur. Sikur e thot këtë nëpërmjet ajetit. Dhe pejgamberit alayhis salam një natë ishte tek halla e tij Ummu Hani, kështu quhej. Ummu Hani e kishte shtëpinë brenda Qabes mallnushme, pra ai territori që quhet sikur i e brenda, megjithëse e gjithë Meka është ajo që është, po ishte afër fare me Qaben. Dhe në mesin e natës, kur pejgamberi alayhis salam ishte në gjumë, ishte Ummu Hani në gjumë edhe të gjithë, i zbret Xhebrail Emini. I zbret Xhebrail Emini dhe i thot, kam ardhur nga i madhi Zot, zgjohu Muhammed, kam ardhur nga i madhi Zot për një udhtim të jashtëzakonshëm që duhet bëj. Dhe pejgamberi alayhis salam është zgjuar dhe kanë shku se ishte afër qapja mallnushme. E ka çu Xhebrail Emini tek uji i Zemzemit dhe tani duhet të themi një gjë që është e lidhur dhe me shkencën sot. Astronautët kur udhtojnë, qoftë dhe udhtim deri në hënë ose në hapësirë, bëjnë minimumi 2 deri në 5 vjet stërvitje, që të përshtaten me kushtet atmosferike, me kushtet që janë jashtë hapësirës. Po saktë, kështu që mushkërive gjëra. Për shumë arsye. Pejgamberi alayhis salam ka bërë stërvitje. E ka marrë Xhebrail Emini, e ka çu ke vendi i ujit Zemzemit, ja ka hap kraharorin. Kështu transmetohet, në transmetim saktë. Për 2 herë i bi. Për 2 herë. Edhe shokët e vet ja kanë pas shenjën këtu. Tasaj po kuptohet në mënyrë të përsosur. Dhe nga që do bonte ju udhtim kaq të madh siç është Isra dhe Miraj, ja kanë hapur dhe ja kanë mbush, ja ka pastruar me ujin e Zemzemit dhe ja ka mbush zemrën me nur dhe me hikme, me urtësi dhe me mençuri. Ishte e pa imagjinueshme udhtimi që ka bërë ta përballosh. Prandaj i ka filluar përgatitja që para se të nisej.
Thot pejgamberi a.s. Mbasi ndodhi kjo, e shoh Xhebrail Eminin me një krijesë që nuk e kisha pa ndonjëherë. Dhe më tha, o Muhammed, quhet burak. Kuptimi i fjalës është si shkreptima e cila në sekond bën çdo gjë, dhe është mjeti me cilin ti do të thosh me mua. Tu ka ndodhi që shumë e veçantë. Pejgamberi a.s. ka dash vllai i dashur të hypi në burak. Buraku se ka pranu. Po, për Zotin. Në disa transmetime. Buraku ishte shumë i veçantë. Dhe Xhebrail Emini i është drejtu burakut. Dhe i ka thonë, s'është sjellje kjo. Se pasha Zotin që o një dhe një i vetëm, e s'bohen dy, nuk ka hipur mbi ty njëri më i devotshëm e më i nderuar se ai që do të hypi sot. Ashtu ashtru. Po. Kjo tregon respektin e madh që ka pas Xhebrail Emini për Muhammed Mustafa a.s. Ka gjeti rast për t'i shpreh atij respektin edhe për t'i shpreh atij vlerat dhe lavdrimet. Siç edhe nga krau tjetër, për shumë buraku si shemsu me maj toksor mbi kurriz. Po, me drejt. Me drejt, por shky që po hyp si për meje. Ai tha, jo tha kështu. Se pashat madhin Zot, krijesë më të nderuar, më të lartë dhe më të devotshme, se ky që sot do hypi mbi ty për udhëtimin e madh, nuk ke parë. Edhe ushtru. Allahu Akbar. Dhe pejgamberi a.s. thot, u nis Xhebraili dhe u nisa unë bashkë me të. Dietarët kanë kapi detaj. Dhe i thrasin dhe thojnë, me cilin shoqërohesh? Pra pejgamberi e kishte nder dhe kënaqësi, siç e kishte edhe Xhebraili për pejgamberin, më udhëtu me krijesën më të mirë nga engjëjt. Dhe dietarët e Islamit thojnë, vëlla dhe motor, dhe ne po themi vëllezër dhe motra që na dëgjoni, kush është shoku jot dhe shoqja jote? A je krenar për atë që rin? Apo ai shoku dhe e shoqja po të çojnë rrugë të gabuara? Apo ai shoku dhe e shoqja po të thojnë dhe në Ramazan, bon ai gjinaf, hajde dalim shkojmë në për klube natën. Ta prishin Ramazanin, ta shkatrojnë anën shpirtërore, që për Zotin, nëse edhe në këtë muaj të madhnushëm nuk do të tregojmë të fortë dhe të shelikt, që t'i themi jo mëkatit, t'i themi jo vesit dhe jo të keqes, që ta ndjejmë Zotin sa më shumë, se sa më shumë ta ndjejmë Zotin, aq më shumë Zoti do na nderoj. Për Miraxhin që po flasim, Isra ul Miraxh, Isra është udhëtimi kështu, Miraxh është kështu. Pra Miraxhi është pjesa kur niset për në qiell, kurse Isra është nga Mesjidul Haram, nga Qabja e Madhnueshme për në Mesjidul Aqsa. Dakor? Do themi gjë, nuk do ta bëj si pyetje, sepse po futemi pak në mënyrë graduale në anën shpirtërore. Thot Zoti në Kur'an, Subhanalladhi asra bi 'abdihi lejlan. I pat meta, që si e fillon, ajeti i parë i surës Isra, është quajtur surja me këtë emër, thot i pat meta. Nuk ka gjë më të bukur vëlla, se sa thush subhanallah, që do thot i pat meta jo Zot. Ta pastrosh Zotin nga çdo emet. Për shembull, kur shef i gjë të bukur që ka kriju Zoti, të ndodhi ngjarje e bukur, siç diti i boj vetëm ai thu subhanallah. Çfarë do thot? Zot i pat meta je shumë i lartë. Kur jemi në ruku, çfarë themi? Subhana rabbiyal azim. I pat meta jo Zoti i madhërisëm. E meta, mungesa, mangësit s'kan lidhje me ty. Edhe kur të vje shejtani, edhe të bënë i cytje ose veç komendja për në i gjonë lidhje me Zotin, direkt e thuj subhanallah, i pat meta është Zoti, nuk ta hedh do t'i mallkumi. Thot i pat meta është ai, pra çfarë do të thot? Do të thot i pat meta, pra kur të merr ai përsipër me të bënë natë Miraxhi, subhanallah, nuk dihet më ç'a ndodh, se të ka marr ai që s'ka si të met përsipër. Thot i pat meta është ai që e dërgoi pejgamberin e tij, jo. S'ka thon pejgamberin e tij. Ka thon i pat meta është ai që e dërgoi Muhamedit, jo s'ka thon kështu. Në rastet kur kanë ndodhur ngjarjet më të mëdha me profetin Muhamet, ka thon i pat meta është ai që e dërgoi robin e tij nga Qabja e Madhnueshme në xhamin e Aksas. Kemi dy gjëra këtu. Po urdhrat për xhamin s'kishte ardhur, ç'a lidhje ka? Ç'a është kjo xhami e Aksa? A është kështu apo jo? Çfarë shkon men?
Ç'a xhami ishte Aksaja? Pse muslimanët e kishin atë? A është kështu apo jo? Se thot mesxhit do të thot xhami. Po para kësaj do shpjegoj një gjë interesante, thot robin e tij. Dhe për Zotin vëlla, njerëz mirë mund bëhemi vetëm për Ramazan ashtu siç duhet. Bëhemi edhe ne robër të Zotit. A di çfarë thotë robi i Zotit? Do të thotë një njeri i zgjuar, i mençur, i ditur, i pastër, i rregullt, gentil, i sinqert, bujar, i cili i bindet Zotit me dëshirë, duke e bazuar këtë dëshirë ke dia. Për Zotin i them gjithë vëllezër motra që na dëgjojnë, mos le kënd të ta prishi harmoninë e Ramazanit. Thuaj jo vesit edhe të keqjes që ta shijosh këtë Ramazan. Prandaj thash nga mesazhet që më kënaqin, janë ato mesazhe që na thonë, po na e bëni më të bukur Ramazanin. Jo për Zotin, jo për tu lavdruese, ti e di çati tipja mua që vim podcast me përtesë. Nuk jam nga ato që vi me ran sy as podcast as gjë dhe tip njeh mirë, po e kam llafin që kjo është në fakt Ramazan, ta ndjejmë atë. Se nëse nuk e ndjejmë, ka thonë nuk ka nevojë Zoti të leni ushimin dhe pijen kur nuk leni fjalën e keqe. Po në të njëjtën kohë s'ka nevojë Zoti të lejmë ushimin dhe pijen kur nuk e ndjejmë Zotin fare. Nuk ka nevojë Zoti për agjërimin kur darkën e kalojmë gjinafe. Prandaj mos le shokë, mos le shoqe, mos le as kënd të paditur që të prishi harmoninë e muajit të mallnueshëm të Ramazanit. I Patmeta i madhëruar shumë është ai që e dërgoi robin e tij. Muhamedi ka qenë njeriu, robi që ju ka bind Zotit më shumë se çdo krijesë tjetër si përfaqësin e tokës, nga njerëzit dhe nga xhindët. Prandaj Zoti e nderoi kaq shumë dhe jo pa qëllim ka përmend fjalën abd në këtë rast. Robin e tij, atë i cili po i bindet shumë Zotit me dëshirë duke pas mundësi me bëu edhe keq. Po mirë, pyetja që bëm, Mesjidul Harami, hajt se ishte xhami megjithëse me idhuj. Mesjidul Aqsa ç'a xhamia ishte më? Po xhami pra ishte. Se ka dy transmetime. Një transmetim thonë e ka bëj Ishaku xhamin Aqsa. Pra Ismaili bëri Ka'ben, ka mendime që Ibrahimi me Ishakun bon xhamin e Kutsit. Ose një variant tjetër është që ja ka dhënë Zoti si bereqet Sulejmanit që ne kemi fol. Po tani lind pyetja, Ishaku dhe Sulejmani xhami bon apo xhami pra bon? Po xhami se musliman pra ishin Po rregull, pra kjo shipe se po vim shumë bukur ke harmonizimi i pejgamberëve. Se ca mendojnë që ka efekte, jo më jo një fe është, të njëjtët pejgamber janë, të njëjtit Zot të universit janë këto pejgamber. S'ka fe tjera. Është vetëm një fe që ka pas sa burrat më që quhen pejgamber, që kanë besuar Sundusin, krijuesin e gjithësisë. E këtë besojnë gjitha fe në fakt, të madhin Zoti qofshim atij fal. Në fund fare ky është konkluzioni. Me emra të ndryshëm, kristianët i thonë Ati, tjetri i thotë kështu, po bëhet fjalë për atë që krijoi qiejt dhe tokën, krijoi Ademin dhe Hawan, krijoi çdo gjë në mënyrë të përsosur. I thotë diçka e bëu dhe ajo bëhet, i gjalli dhe i përjeshmi, pa fillim e pa mbarim, gjithë këtë besojnë. Pastaj janë ngatruar njerëzit për arsye të ndryshme, por e vërteta është që edhe Mesjidul Aqsa, edhe Mesjidul Haram, si i ka lidhur tani i Madhi Zot, që ose rrjedhin nga Ibrahimi, Ismaili ndërtoi Ka'ben, Ishaku ndërtoi Mesjidul Aqsa. Pejgamberi i funit i përfshin gjitha këto. Po se Ishaku ishte edhe ky. Nga Ibrahimi, Ishaku, Ibrahimi është babai, Ismaili, po vëllezër janë këto, po të një geni janë nga Ibrahimi rrjedhin. Kështu që edhe këto dy xhamia Zoti dha shpjegim që s'ka i qenë fe. Mos u shpërndani kot pa kuptim, sepse të gjitha rrjedhin nga Ibrahimi alayhis salam, feta abrahimike që quhen. Pastaj kjo do shpjegim më të hollë, ne nuk po shkojmë aty. Dhe pejgamberi alayhis salam thotë unë u shoqërova me Xhebrail, e kishte kënaqësi. Pra Xhebraili u nis dhe pejgamberi alayhis salam me burakun. Rrugës duke shku është sprovu. Ka pa një plak që e thriste. Nuk i është përgjigj. Pastaj ka vazhdu dhe një i ri e ka thirr përsëri, ka vazhdu drejt dhe Xhebraili i thoshte drejt o Muhammed. Pastaj ka treguar 3 njerëz. I kanë thonë selam o vllai jon njëri, selam o vllai jon tjetri, të 3 kanë thonë selam. Ka thonë Xhebraili, duhet më ja kthy selamin këtyre. Kur ka mbaru me këto dhe është afru me Mesjidul Aqsa, ka thonë o Xhebrail, po më shpjegoj që i kush ishin ata. Tha, ajo plaka që be,
Ajo është thot dynjaja, sa ka mosha e për t'jetu akoma, aq afër është kiameti. Allahu Akbar. Kështu i ka thënë. Ai dyti që ishte i ri, si i bukur, ajo është dynjaja me shejtanin në krye. Kur mos ju përgjigj asaj, sa asnjë s'fitoj. E treta tha, para se ti takosh në të ardhmen, ato tre me padurim të kam prit. I pari është Ibrahimi, i dyti është Musai, i treti është Isai. E kanë marrë informacionin që e nis, e kanë dalë me ta dhënë selamin para se me i taku atje ku duhet me i taku. Nga malli, kishin dalë të tre pejgamber me i dhënë selam nga kënaqësia madhe që profeti fundit po mbate çfarë? Shpalljen e madhe. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Un jam lutja e Ibrahimit dhe jam përgëzimi i Isas. Pra ato, edhe siç do e tregojmë kur e takon Musa, qanë Musa i për pejgamberin alayhis salam. Se ne i ndajmë, ato janë bashkë. Thuj besova në Zotin e Ibrahimit, të Musait, të Isait, të Harunit, të Jahjait, të Zekeriait, të Ismailit, të Dhelkiflit, të Idrisit, të Nuhut, të Salih. Gjithë janë të Zotit madh. Shive pra, panorama e qartë e Islamit dhe e bukur, që s'ka thyrje dhe s'ka çarje në të, pa pasion. Jo të bëjmë, unë jam me Real Madridin, ti je me Barcelonën, dhe kur luajnë keq, unë po me ato jam. Jo vlla. Duhet me shtru çdo gjë me argument i ftohtë. Unë e pres me dashuri çdo kënd vit bisedoj me mua, më japi argumentet e veta me shumë kënaqësi dhe do ta përqafoj kur të iki. Se unë jam simpatizant i të vërtetës, jo pasinian dogmatik i asaj që nuk më mbush mendje, se Zoti na ka dhënë dhuratë, janë 100 miliard eurone që ne të mendojmë. E ne e kemi nxjerr jashtë mode këtë. Kështu që i ndodhëm pejgamberit alayhis salam dha këto. Kjo ishte para se të shkoshin ishte rrugës Mesjidul Aqsa. Mesjidul Aqsa. Këto ishin mësime. Buraku, se tham do flasim, Buraku kishte i gjë që shkenca do ta zbulojë në të ardhmen. Buraku e ka rrëzu teorinë që shpejtësia më e madhe në këtë univers është shpejtësia e dritës, 300.000 km/sekond. Buraku jo. Pejgamberi alayhis salam disa hadithe ka thonë, atje ku shikonte syri i tij, atje vendoste këmbën në çast. Për shembull, në yllin më të afërt nga toka, duhen 4 vjet me shpejtësinë e dritës që të shkosh. Për shembull, në hënë me shpejtësinë e dritës shkohet për 1 sekond, kurse në diell për 8 minuta me shpejtësinë e dritës. Kurse në yllin më të afërt duhen 4 vjet. Buraku sa ta shikonte në çast ishte atje. Dhe e ka thy këtë koncept. Disa mendime të shkencëtarëve musliman janë ndoshta profeti ka përdorur edhe vrimat e krimbit. Vrimat e krimbit janë disa tunele qiellore që po të hysh në to shkon çdo skaj të universit. Kjo është teoria e Einsteinit. Teoria e saktë, por nuk kemi ne mundësi ta implementojmë për shkak mungesës mjeteve. Por Buraku ka tregu dhe është më afër logjikës. Për shembull, Zoti i Mallnushëm që e ka bërë gjithë univers, nuk mund të vendosë shpejtësinë e vogël të dritës, se nuk mundesh dot. Ne tham shpar që teleskopi ka arritur të fotografojë 93 miliard vjet dritë larg. Për sa shkon atëherë me shpejtësinë e dritës? Shkon për miliarda vjet. Hum kuptimin. Zoti çdo gjë kur e ka bë kaq të madh dhe shpejtësinë e ka bë të madhe që ta përfshish atë. A është nëpërmjet shpejtësisë si puna e dritës shumë më e shpejtë? Ka teori edhe për këto para 20 vjetësh ka qenë teoria e parë. Apo janë këto tunelet qiellore që po flasim ne? A janë vrimat e krimbit? Kjo është tjetër gjë, do ta zbuloj. Ne sot po folëm më shumë, jemi duke fol nga vetja, jo të bazuar në shkencë. Por shpejtësia e Burakut ishte e jashtëzakonshme. Ku i shikonte syri, atje vendoste këmbë, pra shkote ku donte në gjithë universin në sekond siç donte ai. Kështu e njëjta gjë ndodh me Xhebrail Eminin kur vite për shpalljen. Shkote njëri e pyeste: "O Muhammed, më thuaj për këtë gjë." Profeti se dinte, në sekond nga qielli 7 ishte Xhebraili aty duke ja shpjeguar. Ku ka më shpejtësi drite këtu? Ne tham që ylli më i afërt do 4 vjet, por Xhebraili që vite nga qielli 7 në sekond, pra ka fuqi, ka lëvizje, ka gjëra të tjera që te i kalojnë shpejtësinë e dritës si njohim ne sot. Subhanallahu. Tjetër kohë, tjetër lëvizje. Por i përkasin të ardhmes. Pejgamberi alayhis salam shkon në Mesjidul Aqsa. Për çfarë shkon? E para çfarë tham ne?
për të treguar që të gjitha janë në të njëjtin drejtim që vijnë nga i Madhi Zot, rrjedhin tek Ibrahimi alayhis salam, këtë e ka ndërtuar Ismaili, këtë e ka ndërtuar Ishaku, pejgamberi Muhammed ishte i gjithëve. Po kështu është. Se edhe Isa, Jezusi ishte i gjithëve, edhe Musa ishte i gjithëve, edhe Ismaili ishte i gjithëve. Gjithë profetët kanë qenë të gjithëve, kanë qenë vëllezër me njëri tjetrin, varet a është dërguar për i popull apo për gjithë botën, kjo është hesap tjetër. Po kanë qenë në të njëjtën rrugë dhe kanë besuar të njëjtin Zot dhe i ka dërguar po i njëjti Zot. E para shkoi për të unifikuar konceptin e besimit ke Zoti. Ai di kujt si pëlqej kjo që po flasun, vetëm atij që s'beson. Ai që s'beson thot, po ky po ne i bë kështu, se ne themi janë rromuj këto. Atij si pëlqen. Po kjo është ekuacion. Kjo është 2 dhe 2 bëjnë 4, s'ke çai bën. Ai mund të mërzitet me mua, po me argumentin nuk ka çfarë bën. Është një Zot i cili ka dërguar të gjithë pejgamberët, ka qenë njerëzit më ndershëm sipërfaqen e tokës, njerëz fisnik, të cilët i treguan njerëzimit kush është Zoti i gjithësisë dhe kush don të besojë e ka rrugën nëpërmjet rrugës që ndoqën ato. E dyta, pejgamberit i ndodhi gjë e çuditshme, futet në Mesjidul Aqsa dhe i gjen xhamin Allah plot. Si plot? Plot me njerëz. Mes natës. Edhe shikon Xhebrail Eminin. Thot Xhebrail, shumë njerëz kush janë? Pusqeshi. Xhebraili i thot, o Muhammed, hajde, dhe afrohet dhe i prezanton. Thot, ky është Ibrahimi. Imagjino çfarë takimi. Allahu Akbar. Tha, ky është Musai. Ky është Davuti. Ky është Sulejmani. Ky është Ismaili. Ky është Nuhu. Ky është Zekeriai. Ky është Jahjai. Ky është Isai. Ky është Ejubi. Ky është Dhelkifli. Ky është Ilyesai. Gjithë pejgamberët. Ato i urojshin selam, pejgamberi i kthete selam. Dhe në një çast emocional kështu, njëri prej tyre thret i kamet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Edhe imagjino për Zotin çfarë emocioni, nga gjithë kollozët e 11 pejgamberllëkut kush do bëhet imam. Edhe Xhebrail Emini, i cili ndante punën, i bën me shenjë Muhamedit alayhis salam. I thot, ja e juhen nëbi, o ti që po të vjen aktualisht shpallja, e kemi bërë këtë bisedë bashkë, o ti që aktualisht po të zbret shpallja, drejtoje namazin. Dhe imagjino shfut pejgamberi alayhis salam për të falë namaz, dhe imagjino çfarë safësh ka pas. Në safin e parë bashkë me të ka qenë Ibrahimi alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa, Nuhu, e gjithë pejgamberët e Zotit. Aq sa ka dash Zoti që të vinë aty. Prap bashkimi. Më fal me Kur'an. Fal me Kur'an me shpalljen e fundit Madhit Zot, sepse këto ishin dërguar që ishin më përpara në kohë. Ti ishte pejgamberi që shkonte në kohën e Musait, do këndojshin Teurat. Ti ishte pejgamberi që shkonte në kohën e Davutit, do këndonte Zebur, që edhe kodrat edhe malet e madhëreshin Zotin bashkë me të. Ijer merr Omeri disa fletushka nga Teurati. Thjesht për interes. Se unë zoraj dobi tjetër këtu, që the. Bismillah, të duam. Jo. Që ligji i fundit, amuto, kjo ishte edhe një shembull i madh që të gjithë dërgumet po të ishin gjallë, siç u dha Zoti shpirt në momentin e profetit Muhammed, do zbatonin të njëjtat gjëra me Kur'anin dhe do ta pasonin atë. S'ka diskutim sepse Omeri gjen sa fletushka. Edhe prandaj po të pyetja me Kur'an, edhe i shef se shumë profetë janë shumë të kohëve përpara që s'kishte qenë Kur'ani. Do ta themi edhe pse po sens Kur'ani. Edhe pejgamberi shef Omerin me fletushkat të Teuratit. Dhe i thot, o Omer, pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Musa i të vi këtu sot, nuk i lejohet atij vetë se ndjeki Kur'anin. Është. Edhe sikur kur ishte Teurati, ishte Teurati. Tani pse Kur'ani? Sepse Kurani është libri i fundit që ishte projektu për të mbjetuar dhe për të qenë mrekulli në formën që ai erdhi derisa të bëhet Kiameti, prandaj Kurani është prezant sot që shkenca është në këto nivele. Nga gjithë pejgamberët, edhe namazi.
Se dhe ata mund të falë mënyra të ndryshme më përpara, ndoqën namazin me Kur'anin një lloj siç falem ne. Pak a shumë namazi i njëjti ka qenë. Vetë se për shembull, kohën e Musait nuk u falqin 5 vakte, u falqin 2. Po e njëjti namaz ka qenë. Ai njëjti si Po ke në Ungjil ti Isën alayhis salam kur vin që deshën me për ta vra, thotë ra me ballin përmbys, pra boni sejdë. Gjithë pejgamberët janë falisoj, nuk e ketin për Jusufin, që njerëzit bishin për respekt edhe bëshin sejdë, por Zotit ja bëshin për adhurim, njeriu për njeriu ja bote për respekt. E njëjta falje ka qenë gjithmonë. Por varet se sa vakte ka pas. Në Ben Israilet ka pas 2. Kurse ummeti pejgamberit alayhis salam, ne pra falim 5, edhe shpërblimin e kemi si për 50. Mashallah. Dhe pejgamberi alayhis salam fal 2 rekat me këto. Shpirtrat më dhej dhe pejgamberët më dhej, dhe pastaj niset. Kur niset ma? Dhe të them 2 ajete. Maru me Isra. Isra ishte kështu. Maru me Isra. Tani jemi për Miraxhin. Po shisa interesant është. A ka shumë informacion për Miraxhin? Si mendon ti? Do të them 2 ajete. Më kuptua jo koha kur pyeste pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe thotë për pyetje që dhe njerëzit mund të dishin dhe ato e përgjigjeshin për shkak që Zoti e din më mirë. Jo. Po të rastin Zoti e din më mirë se. Si çka ka i gjovlla? Shkon për t'i fol njërit. Ti. Dhe kur takohemi bashkë më thua mu, ja thash të gjitha. Po në fakt s'më thua si gjë që ai ka thënë. Këtu më le hapësirë shumë që unë t'i mendoj të gjitha. Po më qoftë se ti më thua, i thash te dhe këte, mbyllet. Kur më thua që ja thash të gjitha, o Zot që ai ka thënë ky. Dhe u mund të ri deri nesër mëngjes duke mendu se çfarë ti i ka thënë. Kjo është metodë kuranore. Për Miraxhin ka 2 ajete shumë të fuqishme. E para, fa auha ila abdihi ma auha. Kur ka shku lart, që ne po japim vetëm këtë pastaj do dalim, ka shku lart për të folë me të madhin Zot. Ka thonë vetëm një ajet. I shpalli një rob, prap robit, prap abd. I shpalli robit ti atë që i shpalli. Çfarë i shpalli? Që ti jesh i hapur të mendosh për i bised nga fillimi deri në fund çfarë ka folë Zoti i gjithësisë me Muhammed Mustafa alayhis salam. E dyta, një nga pikat më emocionale ka qenë kur pejgamberi shkon në Sidretul Muntaha. Sidretul Muntaha është vendi ku gjithë përpara të Muhamedit alayhis salam çdo krijesë shkonte deri aty dhe nuk i lejoi më sipër. Quhet Sidretul Muntaha. A di çka ka thonë? Idh yaghsha sidratu ma yaghsha. Kur e mbuloi sidrën, ajo që e mbuloi. Çfarë mbuloi? Shife, ajo metoda, ja thash të gjitha, dhe ti thu i ka thonë këte, mos i ka thonë dhe këte, po ndoshta i ka thonë dhe këte. Fillon dhe Zoti, aq të mëdha kanë qenë këto të dyja. Folja e Zotit gjithësisë me Muhammed Mustafan. Dhe çfarë ka pa pejgamberi i Allahut në Sidretul Muntaha? Sa Zoti i kalon shumë të përgjithshme dhe ka dhënë pak detaje pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam për Sidretul Muntaha dhe për folurën që ka bërë me Zotin e gjithësisë, deri sot kishte jetu, deri sot kishte tregu. Po normal më, sepse udhëtimi që ka bërë aq i madh dhe ka pa aq shumë sa Zoti e vërteton dhe thot pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit ti. Ai di çai ka ngel papa, vetëm Allahun e madhnush. Tjerat i ka pa të gjitha. Me xhennet, me xhenem, me univers, me Sidretul Muntaha, me formën origjinale të Xhebrail Eminit, me miliarda engjëj, me miliarda nure, dritë, me miliarda krijesa, çdo gjë i ka pa, vetëm i ka ngel papa Allahu xhelle xhelalu. Para se të shkojmë te Miraxhi, gjeni te Israja për moment. Prap ke Israja. Po jo, po ti e zarojnë gjitha. Okay. A ka pas ngacmime për shembull të vërtetimeve njerëzore tjetër që ka vërtetu këtë lloj udhëtimi për shembull pejgamberit sallallahu alajhi wasallam drejt Isras. Ka pas për shembull udhëtime që mund ta kenë pranuar banorët asaj kohe për shembull gjatë kohës që është bërë ky udhëtim. Kur Abu Sufjani shkon në Sham, mbretit madh të Bizantit që kishte në dorë edhe këtë kult.
pra që kishte vendos priftërinë më të mëdhenj në këtë kult që po flasim, që ka shku Muhamedi alayhis salam, kur i vjen letër nga pejgamberi në vitin e 7 të pejgamberllokut, thotë shikoni herë mos ka ndonjë nga arabët ta pyesë kush është ky Muhamedi që guxon të më sjellë letër mua që unë të udhëzohem. Dhe gjen Abu Sufjanin armik. Dhe janë ato pyetjet matematikore. Ndoshta kam shumë kënaqësi që mbas Miraxhit që do trajtojmë dhe nesër, të trajtojmë 10 pyetjet që Herakliu i bën Abu Sufjanit, dhe ato janë shamat dhe matematik e kuptimit pejgamberit. Është gjinaf mos me i trajtu ato. Se jemi duke folë për islamin racional dhe të logjikshëm dhe islamin e dijes dhe të bukur. Si më të folë për gjëra koti, jemi të folë për Zotin e gjithësisë. Ai ka bërë afërsisht 10 pyetje e Abu Sufjanit që janë shamat dhe janë pyetje të shkëlqyeshme për ta kuptuar që profeti Muhammed është profet. Tani kur ky ja shpjegon këto, Abu Sufjani, nga që ishte armik i pejgamberit, desh tani si ta vej pak në lojë. Tha, atë them dhe i gjotha. Ato ishin priftërinë të ishin gjithë. Ishte dhe krye prifti i kultit, në të cilin shkoi pejgamberi edhe takoi pejgamberët e tjerë. Thotë, po, tani tha, ti s'më pyete për këtë, unë po ta shpjegoj vetë. Tani nga herë ai e tepron, thotë. Për shembull, tregon një herë që ka ardhur filan kult, edhe ka takuar edhe profetët e tjerë, edhe jam fal aty, pastaj ka udhëtuar për në qiell. Se e pa që ai kur i boni pyetje dhe e pa që pejgamberi Muhammed ishte me peshë madhe, tha Herakliu, për Zotin tha, ju afrua Abu Sufjanit, për Zotin tha, me pas mundësi me ataku këtë njeri, i laj këmbët e tij vetë me durët e mia. Herakliu, një nga 2 sundimtarët më të mëdhenj të botës. Tani sikur ta thotë Trumpi ose Putini, e kupton? Për i person, pra është peshë e madhe. Dhe ai desh që të manovrojë dhe i tha, ai thotë që ka ardhur këtu thotë ke i kult, edhe është fal me pejgamberin, pastaj ka udhëtuar në qiell. Nga herë thotë nuk e kam mendjen në rregull. Ngrehet kur e prifti. Tregon tefsirët e Kuranit kjo. Edhe i ka thonë, si edhe herë më thuaj? Po ja thotë në këtë kohë kështu. Këto kishte ngel kjo. Sepse atë natë që ka shku pejgamberi alayhis salam, të gjithë rojet që kanë dashur me mbyll dyert nuk i mbyllshin dot. Gjë që e bëjshin për ditë. Në ditë nuk i kanë mbyll dot dyert. E kanë kalu, kanë menduar se është prish diçka, kur kanë ardhur mëngjes, dyert po ishin të hapura, po kanë pas shenja që aty ka pas lëvizje të mëdha gjatë natës. Po se ka ardhur Gjibrili, ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur pejgamberët, ka pas shenja, kalon Zoti shenja. Dhe ai e vërteton e Abu Sufjani desh të tallet, ose puna milingonës, që do të tallesh e bosh për tu qesh vet, dhe Abu Sufjani desh me e ul pejgamberin, ai e ngreti. Tha, nëse e ka thonë këtë, edhe ne e kemi natë që na ka ndodhur çuditëra. E para tha nuk u mbyllshin dyert, dhe e dyta kur kanë ardhur njerëzit kanë pas shenja që ne që e kishim kontroll nuk e kuptuam asnjëherë se nga erdhën. Sot sa po e kuptojmë se çfarë pas ka ndodhur. Pra ka pas, por ne kur të trajtojmë nesër pjesën që është më shpirtërore, se sa Israja është kështu, kurse nesër kemi udhëtimin e madh të profetit për ke i madhi Zoti qofshin fal, ajo është pjesë më shpirtërore se sa kjo që folëm sot. Dhe aty do të shpjegojmë se si u tallën. Do më thënë nesër kemi lënë Miraxhin. Nesër është Miraxhi. Biles, sipas versionit kuranor, Miraxhi është një udhëtim kështu. Dhe po ta shohësh çdo planet edhe galaktikat lëvizin në mënyrë elipse. Dhe fjala Miraxh këtë kuptim ka. Udhëtim po në këtë formë. Siç është shkencërisht është edhe në Kur'an, kullum fi falaki yasbahun. Çdo planet thot, toka, dielli, hëna, nata, dita, secila prej tyre noton galaksion. Sikur me qenë të fol Kurani sot, që ne themi është forca gravitetit, dhe është ekuilibri që man planeti me planetin, apo ne me hënën, apo dielli me sistemin diellor, sikur Kurani ka zbrit sot dhe po flasin shkencëtarët më të mëdhenj botës. Kullum fi falaki yasbahun, çdo gjë thot që e krijova, lëviz dhe noton në galaksionin që i kam përcaktuar 100% çfarë thot shkenca moderne sot. Këtë e ka fol Kurani famlar. S'ka ekuivok. Subhanallah. Më duket se shkoj goxha, kur kemi filluar sot? Dhe në 4:11 minuta. Sa shku 50 minuta.
50 minuta të merremi pak me vëllezërit e motrat, të cilët janë të shumt. Kanë bërë momentin që i ke thënë njerëzve për share, domethënë që ne kemi thënë atë pjesë që nuk është se bëhet për neve, por ajo bëhet për të përhapë mira. 97 shpërndarje aktualisht. Soti është për bleft. Kush e ka 99 shpërndarje, kush e ka shpërnda dhe kush do ta vazhdojë ta shpërndaj, po për hir të Zotit, ta mund të thotë që ashtu siç e dëgjoni juve ta dëgjoni. Se shofa e bëjnë share në Instagram, më fala, po nuk e di a kanë. Po shoh që kam i selam nga Shkodra, kjo është me rëndësi. I 101 share. Faktikisht un kam selam nga Luksemburgu. Kur kanë dhe emër kështu mund të lexosh. Thot dikush që ta aprovon atë që thotë. Po pra thot fjala Miraç, domethënë udhëtim në formë spirale. Po ashtu në formë elipse lëvizin. Mashallah. Dortmundin e kemi, Berlinin, Gostivarin, Shkodrën, Gjermaninë. Nga na jepni selam, po janë këto Belgjik. Vetëm Kina kemi ngel. Pa Kina nuk e di më. Duket se si drejt Belieri do shkote në Kinë, nuk e di apo thot kot. Ja më kur shkojnë Kinë na japi selam, po nga na vjen nga na çon selam. Kumanova dhe mas natës së Miraçit na sugjeroni çfarë teme tjetër mund të jetë. Mbas të nesërmës me Zotin para të jemi me shëndet. Do kemi pyetjet që Herakliu ja drejton Ebu Sufjanit. Janë pyetje brillante që nxjerrin paqe pejgamberi Muhammed alayhis salam ishte pejgamberi vërtet. Shumë me rëndësi. 132 share. Mashallah, kurse në Instagram nuk e shoh dot valla. Jo, unë e shoh jam shumë interesante. 132 share, nga 97 132 share. Zoti shpërbleft me xhenet, a mund të gjithë ata që e shpërndajnë. Amin. 134 gati 500 komente. Amin. Kush e shpërnda Zoti shpërbleft me xhenet, edhe ata që dëgjojnë të gjithë komplete, se jo gjithë kush mund ta shpërndajë, por që i bëhet sebeb gjithkush ta. Iliri thot nga Durrësi në Perugia, Itali. Tash këtë se besojnë se i ka çuar me të qeshme. Selamu aleikum thot nga Kina, Alton Aslani. Po i ke çuar me të qeshme. Jo, po që me të qeshme, se do me hyj gjinaf. Jo, ka i gjo. E qesh se thot mos gënjej për Ramazan, se so mirë. Po thot se ta mbyllim podcastin, thot se digjet du pritin selam nga Kina. Jo, ka Kina nuk ka nga Kina, valla. E të mërshme është, po, e vërdet. Selamu aleikum thot nga Savona, Itali, selam nga Zvicra. Shumë nga Italia, dhe unë kam shumë nga Italia, mashallah. Selam thot nga Peja. Po nga Greqia kemi pasur. Po kam pasur tani, prit ku më kaloj. Athina. Selam nga Athina, Nori Lato. Po jemi këto Greqia të gjithë e kemi që Zotit. Po nuk na dalin e kinez, atëherë do themi sot e mbyllim podcastin më shpejt se ç'duhet se ka doli. Çuna na kishin çu nga ishte nga Kambodja, ç'a ishte? Ç'ishte një? Gambia. Po me thonë drejtëm shkruajnë mu, se siç duket shohin fondacionin, kam mesazhe në telefon nga këto venet afrikane, mund ta shohim në Indim atje. Bo përshtypje si duket me translate, bojnë shqipe, dhe po ta shoh shqipe kështu letrare, po kur e shoh unë numri për shembull nga Afrika, ke parasysh Zoti ja shpërbleft, nga që si njohim, se dima janë sakta, kanë nevojë me gjithmonë, por që mund të jetë diçka që duhet ta shohim me seriozitet. Zoti shpërbleft thot nga Düsseldorf i Gjermani. Nga Berati. Nga Sant Galeni është i Zvicrës. Zvicrës besoj. Zvicrës. Po. Selam aleikum nga Lyon i Francës. Ju ndek çdo syfyr thot nga Italia, Afrodita Budani. Mashallah, Zoti i begatoft. Edhe brenda mundësisë, vëllezër motra të nderuara, çfarë dëgjoni, shpërndajeni në familje, thojani histori. Mashallah. Thojani njerëzve ato që i kujtonim, që ose harroni diçka, dëgjojeni prap dhe thuajeni sepse është shumë i mallnueshëm dhe më vjen shumë keq për disa që agjërojnë, por nuk e ushqejnë veten me ligjërata, me lexim, me anë shpirtërore. Edhe kjo është i humbje e madhe në këtë muaj të mallnueshëm për hir të vërtetës. Sa jemi aktualisht? Tu jam 2500. Në Facebook aktualisht janë 1000.
1500 813 në TikTok. Mashallah. TikTokun I keni lënë hap sot komentet. Që ka bon nomi. Selam nga Tetova, selam nga Megjithëse këtor janë vetëm ato që agjerojnë si vëlla. E në sa filloni nesër thot se zemra thot po m'knaqet, Allah është problem. Sa orë fillon nesër? 4:10. Zakonisht jemi 10 minuta para se të mbyllet syfyri. Shona një që pyet për syfyrin, këshilla që ju jap është ndiqni kalendarin, mos se kini për merak, jo 5 minuta mrapa, jo 10 minuta mrapa, nuk fitojmë gjë për 10 minuta. Ndjekim kalendarin që të gjithë jemi të qetë në shpirt, edhe presim që Zoti na japi shpërblimin e plot. Po ta shikoni edhe kalendari tregon punën e iftarit, është shtyr 2-3 minuta, 4 minuta, ka qenë traditë që përpara që e shtyrshin pak iftarin që mos me gabu. E shtyrin 3-4 minuta, po ta shohësh për shembull muslim pronë me këto, është rreth 4 minuta, por ja vlen për shkak që mos të gabojmë, edhe për syfyrin, siç duket ka qenë traditë më përpara, mundet pak më përpara, po më mirë të jemi të sigurt se Ramazani është një nga gjërat që shpresojmë që do të na çojë në xhenet, prandaj nuk mund të lozim me të. Ky është mendimi im, mund të ketë edhe mendime të tjera. Ky është mendimi që unë ndjek edhe jam I qetë në atë që bëj. Në fund fare do më thënë për 3-4 minuta nuk bën gjë. Edhe ajo dhe tjetra pastaj në rastis për shembull shpesh kur jemi në një restorant mund të ketë agjërues, dikush e çel 4 minuta para, dikush e ndel më mbrapa, dikush ndjek kalendarin, dikush thotë unë kam pa, thotë me kështu, por nuk është mirë. Ato gjithsecili, domethënë edhe një nga jashtë kur I shef, njëri ka filluar para, tjetri ka filluar, krijohen shumë mosmarrveshje, s'ka. Mjafton kalendarit na unifikoj. Të ishte më përpara do ishte problem, por kur është pak më mbrapa, nuk prisha si punë. Anila Koçi thot mezi po e pres temën e nesërme, e kam kërkuar me kohë. Po, na kishin kërkuar në Miraxhin. Edhe si driti thot mos I thithaj shumë hunë, thot se njihet shumë. Jam me alergji, më si dritë marova. Ty po të thot. Jo. Ska halli. Jo, mos ka si. Jo, edhe me agjërim, po nga halli. Nga halli e kemi. Dhe mos fillo direkt me këshilla tu, thuaj Allahu tash për bleft. Jo, po. U jer fjalën e mirë. Ska faja mund të, po ja mund tani më të kap alergjia, se nuk të Vëllezërit e motrat I kemi po mashallah. Nuk ta fal kush. Se shof ne nuk po themi asgjë, prapë rrit 2400-2500. Duket se po I vonojmë për namazin. 1100 I shohim kështu. Je shumë keq mos I vonojmë për namazin. Po. Sot I begatoft. Jemi 173 share, 665 komente, 1.7 reagime. Është I lutje. Këtë po unë këtë më shumë për ta mësuar, më shumë për ta mësuar edhe me këtë mbyllim. S'mbohet me thon me mbyll. Shkon njëri sahab në xhami. Kishte ndruar jetë pejgamberi alayhis salam. Shumë interesant. Dhe brezi që vinte mrapa, këto I shifte si kollos dhe voçmërisë. Futet sahabi në xhami, fal 2 rekat, po shkurt. Edhe bon me ik. Ato, një minutë, edhe ndalon shoku pejgamberit. I thojnë, ti je shoku pejgamberit, kaq shkurt I fale. Thot ai, dëgjoj thot, kam thoni lutje brenda këtyre 2 rekatëve që s'kan të paguar, që e kam dëgjuar këtë lutje nga pejgamberi Muhammed alayhis salam. Ne vetëm do e themi këtë, dhe vëllezërit e motrat e kanë të incizuar, mund ta shkëpusin, mund ta bëjnë, është lutje fuqishme shumë. Çfarë lutje ishte? Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq. O Zot me dijen, se profeti ka pas brillante lutjet. Pra, xhevahirin dhe pranverën dhe mjaltin e Kuranit e ka përkthyer dua. O Zot thot me dijen tënde për të fshetën dhe me fuqinë tënde të madhe ndaj krijesave. Ma bëj jetën, më le të jetoj kur jeta është e dobishme për mua dhe ma sill vdekjen kur vdekja është më e mira për mua. Allah. O Zot, të lutem ty të kem frikë respekt për ty në dukje dhe fshetësi. O Zot, më bë të matur kur jam I hedhëruar dhe I lumtur. O Zot, më bën mesatar kur jam I pasur dhe I varfër.
O Zot, lutem të jemi kënaqur ku më përcakton diçka. Të lutem që mbas vdekjes të më filloj lehtësia dhe kënaqësia. Të lutem ty i madhi Zot për mirësi të pandërprerë dhe në kënaqësi që nuk shtërron. Pastaj se është lutje që sa vjen dhe ngrehet. Pastaj ka thonë Allahumma, Zoti im, es'eluke ledhete nadhari ila wajhika al-karim. O Zot, të lutem ty të ma mundësosh pamjen e bukurisë dhe madhështisë tënde në xhenet. Allahu Akbar. Wa shauqan ila liqa'ik. Dhe më bën të jetoj në këtë botë gjithmonë duke pas mall për ty. Allahu Akbar. Ta arrikte pa shumë sprova dhe pa shumë probleme. O Zot, më zbukuro o Zot, më zbukuro me bukuritë e Islamit dhe të besimit dhe më bën mua të udhëzuar dhe udhëzues për të tjerët. Allahu Akbar. Këtë kishte bëu ky sahabi, edhe thote nuk janë aq shkurtër ato 2 rekat se kanë brenda i lutje që s'ka të paguar. Allahu E inshallah, Akbar. ne sikur e kemi bë dhe shpresoj që ta mësojnë edhe vëllezërit dhe motrat që na dëgjojnë. Të kishë maftu vetëm kjo lutje për gjithë podcastin, e Zoti është përbleth kush na ndoqi në këto çaste, Amin. agjerim të lehtë të pranuar. Shifemi podcastin e ardhshëm, mos harroni lajmëroni miqtë e shokët. Podcasti i ardhshëm është udhëtimi i Meraxhit, që ju e keni Inshallah. kërkuar dhe që doni ta dëgjoni. Inshallah. Selam aleikum. Shifemi podcastin e ardhshëm. Aleikum selam.